arteve, projekti është gati dhe do të filloj parkimi nëntoksor. Kështu që janë gjëra që i kemi mirë parasysh. Çfarë thot ky? Se këta kanë dhe çfarë thot ky? Komisioni i Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik është një nga strukturat më të vlerësuara nga Bashkimi Evropian dhe në Prokurimin Publik Shqipëria është në vendin e parë në rajon me 80 pikë, edhe i dyti ka 71, të tjerët janë nga 50 e 50 pikë që ta dish. Kështu që në këtë pikë jam shumë krenar për punën që kemi bërë me transformimin e Prokurimit Publike. Na fol pak për zhvillimin në Amerikë, për raportet me Sorsin dhe lidhjet tua me agendat walk off, deksha unë për ty. Prit ta shoh pak, jam shqiptar, i mësove agendat walk. Çfarë do t'i dish për shembull për Amerikën? Çfarë do t'i dish për marrëdhënien me Sorsin? Ku e ke, apo ta kanë marrë dhe ty trurin penge dhe të fusin çdo ditë gjilpërën me llumë kënete në kokë. Fol pak për agendën e Amerikën, do ta shihni edhe Amerikën, mos ki merak. Do ta shihni edhe Amerikën, edhe marrëdhënien me Amerikën, edhe mbështetjen e Amerikës, të gjitha do t'i shikoni siç i keni parë, por nuk mbani mend se ky është problemi, se e keni kujtesën e dobët edhe ju mban këneta peng, se ju kujtohet kur fitoi Donald Trump herën e parë që mu quan mua në parlament, tani ik vet tani se do vi Donald Trump i këtu të marrë i zvarr, ju kujtohet? Si vazhdoi pastaj puna apo? Kismet. Mos u përgjigj shpellarëve të tani unë nuk i ndaj njerëzit në qytetarë në shpellarë dhe unë nuk i konsideroj ata të cilëve ju flas këtu si armiq apo si kundërshtar të mit. Ata që dalin këtu edhe që flasin në emër të kënetës janë shqiptarë si të gjithë të tjerët, edhe i respektoj si shqiptar dhe përpiqem t'i ndihmoj si shqiptar për t'i nxjerrë nga këneta. T'i ndihmoj me opinionin tim, t'i ndihmoj me faktet, t'i ndihmoj duke ju treguar se mbi mua dhe mbi ta dhe mbi ne të gjithë është Shqipëria dhe interesi i Shqipërisë sot cili është? Të kthehet në kënet, po e parafityroni vetëm një sekond parafityroni Shqipërinë të përfaqësuar nga bufi i kënetës. Kështu që në këtë sens nuk ka fare rëndësi a ju pëlqej, as ju pëlqej unë, a ju pëlqen, as ju pëlqen Partia Socialiste. Partia Socialiste është partia më e madhe e shqiptarëve, është partia që ka fituar 9 herë radhës, është partia që do fitoj herën e 10 dhe do fitoj më thellë se të gjitha herët e tjera dhe do marrin notën 10 në këto zgjedhje, edhe fal emigrantëve, jam i sigurt për këtë, por të shohim se do jetë shumë interesant se çfarë do thonë pastaj. Me siguri do thonë që vajtemi blem dhe emigrantët, nuk diskutohet, sepse këneta karakterizohet nga pafytyrësia. Por në fund të ditës, përtej Partisë Socialiste është Shqipëria. Shqipëria është përtej të majtës dhe djathës, Shqipëria është përtej partive, Shqipëria është përtej simpative dhe për Shqipërinë duhet sot një votë për këtë forcë politike. Duhet, sepse kemi 1000 vetë që po negociojnë me Bashkimin Evropian. A e parafityroni ju që të ndalojnë negociatat edhe të hyjnë zhabat, bretkocat, gjinkallat në negociata? A e kuptoni ju se ku shkon Shqipëria, që t'jemi të qartë? Si jemi katandisur të ndërprenga nga kush jemi qeverisur, jemi vërë më keq se Gazeta Satirico, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo është një institucion fantastik i lirisë edhe i demokracisë, ti Sander, se mbase nuk e di fare se për çfarë flet.
Ndërkohë që si jemi katandisur ne si vend, ne jemi katandisur aq keq sa në 2 vjet e pak mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian dhe brenda mandatit 4 të Partisë Socialiste i japim fund një historie shekullore poshtrimesh edhe e bëjmë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian në 2030. Ja, kështu jemi katandisur ne, Sandër. Kështu që fokusohu edhe mos e lërë veten në dorë të kënetës. Fokusohu. Deri para disa kohësh i ignoroi totalisht sikur mos ekzistonte, ka kapur frika. O ti zotri, edhe një herë fokusohu. Na duhet të fokusohemi në negociatat me Bashkimin Evropian. Kemi 1000 vet që punojnë çdo ditë për këto negociata. Kemi hapur dritaren e një mundësie fantastike që duhet ta shfrytëzojmë. Është si ato rastet që të vjen topi përpara portës dhe duhet bësh golin. Dakord? Kështu që duhet shfrytëzojmë këtë mundësi dhe mos haro dhe një gjë tjetër se e kam thënë me kohë. Kur vjen fushata dhe ka ardhur fushata tani, patjetër që unë flas. Kam folur për Tepsin, kam folur për Haxhin, kam folur për Timonin. Tani e kam me Kënetën, sepse Këneta është kaq evidente dhe bufi i Kënetës është kaq evident sa që do t'ju ndihmoj këtë mundem që ta shikoni edhe t'ikni me vrap nga rreziku i zhytjes në Kënet. Me vrap. Kuptove? To